Nuk ka finale pa bashkimin. Kështu s'kom thonë unë, po ka thonë Kushtrim Kabashi, edhe sonte kena fol ma gjansisht për këtë Kushtrim, mirë se erdhe. Mirë që gjeta Raja. Qysh je? Faleminderit. Mirë, faleminderit, mirë. Pse s'ka finale pa bashkimin? Çashtu u bë trendi tash. Apo? Po, 4 finalet e fundit, bashkimi është në finale. Qysh po ecë kjo pjesa në finale, po pastaj në finale po fillon edhe po kemi ato ndalesat e bashkimit. Çka po ndodh në këto lojë? Po, qa po menon ti që po ndodh? Vitin e kaluar realisht na konë 2 finale që u konë pera parë mas një kohë shumë gjatë që bashkimi u konë 2 finalet dhe komplet kampionatin jemi konë vend parë. 28 gjiro janë kryer, na kemi përfunduar vendin e parë dhe kemi hub titullin. Tash 2 ekipe janë aty, njëra e fiton. Megjithatë konë një sezon të suksesshëm. Këtë vit njëjtë, kemi filluar një sezon shumë të mirë. Tash ka play-off kena pas shumë probleme me lëndime. Po s'po më edhe më ankumë, se kemi fillu pak edhe më monoton të ankumë me këto lëndime edhe po mirë. Po ati jo gjithmonë anën e juj? Jo. Po është një punë e pandalshme? Po, e vërtet. Humbjet e finaleve nuk janë demotivim për juve, më duket çdo herë është organizimi më i mirë edhe më i mirë. Asnjëherë, nash që kemi plan më nal, bashkimi ka me vazhdu, po më që kryesi që jemi tash aktualisht në klub, na kur kemi hys, kemi hi për një vjet 2, e kemi ditë që është proces, dhe kemi di që është një projekt i cili zgjat. Suksesi ka marrë patjetër. Kur ka punë patjetër, po. Ku punohet, ku funksionon gjithçka në rregull, suksesi vjen, veç varet tash momenti derisa ja kemi gjetë fijen për me shku në finale, po s'u bëjë atë recetën për me fitu. E po një baner së fundit ndeshjet e play-offit nga Arpagjiku që thoshte 14 finale pa kupa, asnjëherë dashuri nuk e humba. Kjo edhe një motivim më shtesë që Arpagjiku që ato me Juve. Në çfarë do lloj rezultati, në çfarë do përfundimi ndeshje, ata janë me Juve. Sa e rëndësishme është kjo për kraje, mos me qenë ashtu me pas edhe presionin e tifozëve tuaj. Unë i shoh 2 faktorë që janë shumë të rëndësishëm klub. Pa një në zbon hiq, po dhe pa tjetër në zbon hiq. Faktori parë janë sponsor, cilët na përcjellin vazhdimisht, pa cilët s'mujna realisht, nuk mujna me funksionu, nuk mujna me funksionu klubi, dhe Arpagjiku janë faktor shumë i rëndësishëm, njëna edhe për arsyeve kryesore, pse na si kryesi e re jemi kyç klub vitin 2023. Dhe baneri i djeshëm ka tregu që kjo veç na motivon neve, nuk ka vend për dëshpërim, dhe është diçka që neve veç na motivon edhe na shtyn me vazhdu këtë projekt që kemi nisë edhe në këtë punë që jemi të e bo. Qysh e përjeton ti këtë pjesën e finaleve? Finalet kupës, finalet play-offit, a e ki presionin pak më të madh edhe për njerëzve, ju në rrit pritshmëri, tash bashkimi është shumë mirë organizum, po më duket kur është ky organizim tani njerëz presin shumë për juve. Pritshmëritë janë rrit shumë. Pritshmëritë realisht janë rrit vjet shumë, edhe ka vazhdu edhe këtë vit tash. Pritshmëritë janë të mëdha, dhe kur pritshmëritë janë të mëdha tani edhe dëshpërimet janë më të mëdha realisht. Unë i kuptoj edhe tifos të dhe njerëz edhe na vetë dëshpërohemi mas finaleve, kur ta hupim në lojë. Po realisht unë si vjet ma shumë energji kam shpenzuar në gjysmë finalet play-offit se në finale. Në finale jam pak ma i relaksuar, se me gjatë është mëri një target i klubit që u konë, normalisht që kemi qef me fitu, edhe kena me luftu deri në momentin e fundit që me fitu. Përmende pjesën e gjysmë finaleve, e pam që shkum deri në gjysmë finalen e 5, ku vendos fituesin Prizren. A ndikoi çajo pjesa e gjysmë finalet që lojtarët mos me pas atë kohën me pushu edhe me kthy në finalen 100%? Po, ka mujtë ndiku edhe ajo. Unë e kom prit, me thonë drejten, edhe pse me shumicën e njerëzve në Prizren që më pajtu, se krejt e kanë pasi 3-0, Bora ka pas një ekip shumë serios, një ekip shumë mirë, ka luajtur shumë mirë kundër neve, dhe jo rastisht kemi shku në 5 lojë, edhe kjo ka ndiku. Normalisht ka ndiku që një lojë kemi luajtur më shumë se çifti tjetër trepça me pejën, dhe ka ndiku lodhet lojtarëve, dhe ekipet tona realisht talon nuk janë besojnë pozitë për me luajtur çdo 3 ditë. Kjo mundet më mëri në play-off edhe mujna me luajt, por kjo na ka përcjell neve tanë sezonin. Jo neve si klub. Po kompetitivës. Te na u kon alo më shumë për shkak të lojëve në Evropë që i kemi luajt. Ka pas raste që kena luajt për 9 ditë ose 8 lojë. 8 lojë. 4 lojë. 4 lojë faktikisht. Që i ka rrosh çdo 2 ditë me luajt një lojë. Këto janë problematike edhe tani këto ngarkesa pasqyrohen në fund. Edhe reflektuar në play-off me lëndime me këto po. Ndeshjet e ngushta me humbjen minuta sekondat fundit, sa po ndikojnë këto se kur i prej fillimit të humbe dhe pranon dyqysh se e sheh rezultatin, po kur po humb në fund sa ma sfiduese, po është personalisht për ty e pastaj edhe për pjesën tjetër të ekipit. Po emocionalisht thënë më shumë, këto lojët që janë që vendosën në fund thajnë më shumë. Lojët që
bollheq njëna ekip prej minutës të parë. Realisht gradualisht gjatë lojës fillon vesh mu pajtu që kemi humb lojën. A këto lojë që nuk dihet deri në sekondat e fundit, këto emocionalisht të prekin më shumë dhe na dëshpërojnë, na bëjnë nervoze krejt, mirë po të nesër tani fillon dita re dhe s'ka kohë për mu kthy mbrapa, duhet me këshir përpara. Është dëshmi e një punës gjatë kjo, që është proces edhe njerëz duhet me punu dhe mos mu dëshpëru asnjëherë. Çka duhet me bu bashkimi për me fitu finalet? Për menem, disa herë finalet kupës, finalet play-offit, superkupës, po çka saktësisht po i mungon? Çka po mungon në finalizim që bashkimi me marrë një trofe? Unë besoj që këto 4 finalet që kemi luajtur 2 sezonat e fundit e kanë rrit ekipin shumë. Këto me kanë rrit edhe moralisht dhe finalet kryesisht i fitojnë ekipet që kanë përvojë më shumë. Kjo është ajo çka na jemi të punu edhe vazhdimisht me kriju një mentalitet të fituesit. Ky nuk ka një proces që krijohet në sekondë ose për një ditë ose për një muaj, vjen kohë. Edhe unë po besoj që kemi mri edhe kemi mri me një kohë kur tash realisht jena një ekip shumë i pjekur, këto finalet na kanë rrit shumë si ekip dhe besoj që jemi në rrugë duhur për me fitu. Tash kur kemi me fitu, a fitojmë këtë titull, a fitojmë titullin e vitit tjetër, do ta shohim, po një ditë do të vjen, patjetër. Po nuk ka më dorëzuar. Asnjëherë. Një analizë e përgjithshme e bashkimit këtë edicion, çka funksionoi, ku dështuam, çka nuk eci sipas planit. Prej trajnerit, lojtarëve ndodh, lojtarët e huaj, stafi teknik, gjithçka çka e përfshin bashkimin lojë. Po na dhe gjatë bisedave që kena pasur edhe në kryesi aty me zveti edhe me njerëz që janë brenda në klub, me stafin, me njerëz që punojnë çdo ditë, na deri tash nuk e kemi pa që kemi bë ndaj gabim bëjmë çdo ditë, po nuk e kemi pa që kemi bë ndaj gabim që më na kushtu diçka. Okej. Problemet të cilat na kanë ndodhur neve si vetëm, problemet natyrës që na jemi të pafuqishëm dhe nuk kemi pas çysh me ndiku. Për shembull, na lëndime kena pas prej muajit dhjetor vazhdimisht. Ju kanë përcjell. Na kanë përcjell. Kemi pas fillimisht lëndimin e Kazens, pastaj u lëndu Andersoni. Pastaj u lëndu Bejli ka kryer sezonin me neve. Është lëndu Valon Boniaku ka mungu 6 javë. Është lëndu Andersoni prap. Në finale, ndeshjen e 5 gjysmëfinale këtu të me Borën, keni votën e ka thy dorën. Dhe realisht jemi të luajtur vetëm në qendër në finalet play-offit, që është shumë e vështirë. Ngarkesë madhe me lujt 14 minuta. Qendra jon lum kundër 4 qendrave të Trepçës, që nuk është e lehtë, edhe duhet vazhdimisht trajnerët me bëjnë improvizime, që me adaptu lojës tyve dhe me ju përshtat. Po kjo është pjesë e sportit, është pjesë edhe e fatit pak, po besoj që jemi shumë pa fat si vjetë. Nuk jem të fol në aspektin e rezultateve, se në aspektin e rezultateve na jemi të përmbushur. E keni arrit targetin juaj. Kemi rrit 2 finale, kemi përfunduar sezonin vendin e dytë, kemi pas paraqitje shumë super të mira në Evropë, që nuk u konë lehtë, kemi luajtur me superfuqi të FIBA Eurocupit. Mesa keni pas një paraqitje shumë të mirë në gara evropiane, jo të mirë. Po, edhe nuk kemi kualifikuar për domthon 4 ekipet kemi përfunduar 3-3. Kemi mujt Dijonin në Francë, kemi mujt Regginën për Izrael mas një humbje në Itali prej 35 pikëve diferencë. E kemi mujt Cibonën, jam më shumë të madh me afër 30 pikë diferencë për Izrael. Edhe loja që na ka kushtuar për mos u kualifikuar ka qenë loja me Dijonin kur kemi shkuar në vazhdime. Vazhdime, po. Kështu që në përgjithësi unë e shoh si sezon të mirë dhe sezonin e kaluar dhe sezonin tash. Thash ky është një projekt i cili është u rrit çdo ditë vazhdimisht, edhe ka me vazhdu mu rrit deri në momentin që i mri në synimet dhe targetet që na i kemi. Cili është synimi i bashkimit? Në plan afatgjat, po thu kërë kena marrë klubin, nuk ka qenë 2-3 ditë, 1 muaj, 1 vjet, po ka qenë diçka afatgjat. Në planin afatgjat, kur ju e keni marrë klubin, cili është targeti i juaj? Çfarë plane keni për bashkimin? Me të thonë drejtën, targetet tona dhe planet tona kanë ndryshu, prej se kemi hyrë. Në fillimisht kur kemi marrë klubin, na ballafaqu me disa probleme që janë të kalumës, që i kemi trashëguar. Pastaj u dash një komplet një rekonstruimi i ekipit, i mënyrës funksionimit të klubit. Domthon klubi bashkimit është një klub dhe një organizatë që funksionon 12 muaj. Nuk është një organizatë që ditën që kryhet kampionati përfundon gjithçka. Na kemi njerëz administrat, kemi njerëz staf që punojnë 12 muaj dhe paguhen 12 muaj. Jemi një organizatë e cila i ka diku rreth 37 persona që punojnë në klub. Domthon me lojtarë me të gjithë. Dhe vazhdimisht kemi punu në ngritje të nivelit, në organizim të mbrëmshëm,
një marrës të klubit, që klubi me pas një marrës sa më të mirë, edhe synimi kryesor ka qenë stabiliteti financiar, që cilën na kemi arrit shumë shpejt. Realisht dy sezona na që jemi të plota si kryesi e re, nuk e di unë as problemin më të vogël financiar që kena pas me ndaj vonesës, se gjithçka ka shku mbas planit edhe mbas të kohës edhe të afateve që kemi pas caktuar në kontrata. Në aspektin organizativ, kjo është mendimi jam personal, unë kur vim Prizren, në të vërtetin as në shtëpinë time, edhe di se çfarë do që kemi me kërku në emër të Federatës Basketbollit kemi me gjetë, dhe kjo dëshmi e një super organizimit, kur klubi ka një administratë të tillë, për cilën nuk është vetëm një kushtrim për çka do që ki nevojë me thirr një person, po secili ka rolin e vet. Patjetër që edhe klubi organizohet edhe ndërtohet në baza profesionale. Kjo është sukses juaj për cilën jeni meritor krejt ju, po dhe na jemi shumë të lumtur që ju kemi pjesë të basketbollit. Faleminderit shumë. Aty shoh kjo puna e klubit nuk është one man show, po kupton. Na jemi një pjesë shumë e madhe e klubit që punon. Jemi 9 anëtar të kryesisë, për shembull, që punojnë vazhdimisht. Ne kemi pjesën e stafit të administratës që ata punojnë vazhdimisht. Tash më mbien me dal media dhe me përfaqësu ata me gjato. Është një ekip shumë e madhe ekip shumë e madhe që punon vazhdimisht dhe punon një mes çdo ditë. Në sezonën e kaluar kemi përfunduar në fund të majit, e di që një 10 ditë kena pushu. Mbas 10 ditë kemi filluar me punu më një herë për projektin për këtë sezon që jemi të bëu. Dhe kjo ka ndodhur prapë këtë vit. Qysh po e sheh sistemin e gjyqtarëve 2 huj plus 1 vendor në pjesën e play-offit, apo sipas te jemi okay edhe me 3 vendor, qysh kemi qenë krejt edicionin e rregullt? Unë në përgjithësi vjet nuk kem kohë për, domethënë këtë vit nuk kem kohë për gjyqtar të huj. Unë personalisht. Pse po them këto, gjatë tan sezonës kryesisht kemi pas shumicën e rasteve që kemi pas referim shumë të mirë. Është një përparësi shumë e madhe që nuk ka referim tendencios, nuk ka referim që marrë ti me luajtë në Prishtinë dhe duhet me humbë bashkimin. Mund të shkon fiton Mitrovic, Trepsha fiton Peja fiton Prishtinë, referi nuk ta merr lojën, jemi të folën përgjithësi, edhe ata e bëjnë gabimet e veta sikur lojtarët që gabojnë. Edhe ata bëjnë gabime. Kjo pjesa e gjyqtarëve të huaj në play-off, nuk po them pse na jemi tash në disavantazh ndaj Trepshës, njëjtë kisha thonë ishim kon në avantazh, po ndron kriteri. Për shembull, gjyqtarët që na i kemi në Kosovë, jo të mësuam lojtarët, jo të mësuam me trenerat, e dinë çka bojnë, çka s'bojnë. Edhe kriterin, edhe lojtarët tonë, edhe trenerat tonë mësohen me qatë kriter. Tash kur po vinë gjyqtarët e huaj, plus që nuk po vinë gjithmonë të njëjtit. Patjetër. Vjen një lituanisi që ka një kriter komplet tjetër, vjen dikush i Bosnës që ka një tjetër, dikush i Turqisë një tjetër, edhe po është më e vështirë më adaptu. Po federata ka pas shtu të më të arsyeshme me bo, edhe në rregull jemi, s'kemi nejtë. Po kemi pru me pas refera vendor krejt edicionin e në play-off. Po çdo gjyqtar neve na kanë përcjell tan sezonin, ne kanë referu finalen e kupës, na kena hub, ja kemi urru Trepshës, na kanë mujt, s'kemi pas asnjë vërejtje as për gjyqtar, as për kurrë. Tash ata gjyqtar nuk mund më bë më të këqij në finalet play-offit as më të mirë, ata janë të njëjtit. Kështu që pse mos me vazhdu me gjyqtar vendor, thash kjo nuk është edhe kompetencia jeme, apo po flasim këto për mendimet tona, patjetër. Si një udhëhec i klubit, unë e kam pa më të arsyeshme me vazhdu me gjyqtar vendor. E ke marrë klubin vitin 2023? Po, në nëntor o 10 orë 2023-ës. Cilat janë kohë vendimet e para që u tash me i marrë për me fillu me funksionalizu klubi? E keni marrë në gjendje jo shumë më të mirën të mundshme? Po, e vërtet. Po, cilat kanë qenë vendimet e para? Vendimet e para janë konë fillimisht u tash më bon një analizë dhe një pasqyrë këtij asaj çka ka ndodhur më herët. Që me ditë çka kam në apritë që shkena më ballafaqur në mujt në vazhdim, se na kemi hyrë diku në nëntor, tash është 10 orë 2023-ës, dhe qëllimi jonë atë vit u kon vetëm me Medlik. Mos me ran play-out. Po dhe me ran play-out nuk e kena pas shumë problem, synimi jonë kon mos me ra prej ligës. Kemi pas një roster që nuk ka kushtuar shumë. Kemi shpenzuar jashtëzakonisht pak, pasi që jemi kon detyruar me pagu obligimet të mëhershme, dhe kryesisht vendimet e para jemi marrë shumë pak me ekip. Dhe jemi marrë kryesisht me këtë pjesën që nuk shihet jashtë, domthonjë që zhvillohet në zyret e klubit, po definimi stafit, zgjedhja e njerëzve të duhur, pozitat duhuna, dhe klasifikimi kush çka ka me bë, kush çka ka me punu. Tash është synimi më i madh kon me arrit me kriju një kulturë të punës, ku secili me bë punën e vet. Edhe masanej nuk është problem nëse na secili e krym punën e dikujt tjetër në klub nuk e këshyrim. Mirë po fillimisht kjo ka qenë si primare mi caktu detyrat kush me çka ka më marr. I kemi pas mbledhje çdo javë, 2 herë në javë fillimisht, i kena pas mbledhje të kryesisë edhe me administratën,
edhe kemi fillu dhe kemi vazhdu ty pa problemet, cilat po ballafaqohem, ty kry, ty sanu problemet, edhe kur kemi hi, realisht, tamam të kompletuar me gjithë shka në rregull, kemi fillu këtë sezon. Këtë edicion. Po, edhe pse sezona kaluar ka qenë shumë e suksesshme për neve, alo kemi pas probleme, ndërsa si këtë vit kur kemi fillu, jemi konë shumë komod. Cilat janë vendimet më të vështira që i ke marrë, që të ka dash me i marrë, me i preq ato vendime? Kemi pas largimin e Altin Morinës këtë edicion, kemi pas largimin e Malkomit. Çka ndodhi me ta? A bojmë pjesë të çato vendimet e vështira këta, apo... Po, asnjëherë s'është e lehtë me largu dikon prej klubit. Sidomos këtë pjesën, unë pak pi natyrës jam pak më emocional, edhe këtë pjesë zakonisht e transferoj qëndrimit, e kryin këto punë, edhe kam shumë të vështirë me shku mul me një lojtar dhe me thonë, deri tash faleminderit, po tash e tutjes na duheshme. Edhe nuk e bojmë atë punë. Largimet që kanë ndodhur kryesisht na i kemi vendosur do rregulla dhe do kritere të cilat nuk kanë të bëjnë me basketbollin. Janë kritere që duhet mi përmbush secili njeri që është pjesë e klubit, jo vetëm lojtarët. Momentin që thojen ato kritere, aty mos ka mundësi për vazhdim. Edhe na jemi konë të hapur për fillimit, secili që gjon një hapësinë ose një mundësi më të mirë, pavarësisht kontratës, janë konë gjithë të lirë, me thonë vazhdo ku ti mundesh me gjetë më mirë, për neve nuk është asnjë problem. Dhe kjo ka me vazhdu gjithmonë në bashkim. Në atë moment që ti nuk e nin veten mirë në bashkim, nuk e ke me Janin, faktikisht. Po, Janin kur e kemi nënshkruar ka pas një kontratë që llokon e hapur për ekipet cilat jashtë Kosovës që e kërkojnë. E kemi nënshkruar me vedi, kemi ditë që ka mundësi reale mu transferu. Mas fiber kapit i ka oferta për si bonus, edhe kemi liru pas një problem. Po, për Altin e për Malkomin, po supozohet që ka pas thyrje të rregullorëve të brendshme të klubit. Realisht kanë qenë probleme, Malkomin e kena marrë se jemi konë detyruar me marrë. Që realisht jemi konë pa lojtar. Na kemi ushtruar një pjesë shumë të madhe mas vitit 3 me 6 ose 7 lojtar në stërvitje. Edhe s'kemi pas lojtar hiç. Edhe na ka dash një lojtar me marrë patjetër, edhe kemi marrë Malkomin, edhe cilët ja kemi shpjeguar krejt rregullat edhe çysh se çdo lojtar që vjen me kontratë nënshkruan në rregullorën disiplinore. Rregullora disiplinore ka masat edhe gjitha ato që ti dush me ju përmbajt. Momentin që përmbash aty në vend, nuk i vend na klubin unë personalisht, po dhe krejt kryesia e konsiderojmë bajegit shajt. Edhe kemi shumë emocion. Patjetër, po. Na nuk kemi as përfitim për klubit, as nuk kemi hy për interesat tona personale, na kemi hy për një të mirë të përgjithshme, cilën e gëzon këtë qyteti prezidenti bashkë me neve. Edhe nuk ka njeri që mund më konë për mi klubin e bashkimit. As unë, as lojtarët, as trenerat, as kërkushish. Kështu që në momentin që e shohim që nuk po na lidhen interesat e përbashkëta dhe synimet që na i kemi, është më mirë me do rrugët, edhe secili vazhdon rrugën e vet. Unë përmenda Altin edhe Malkomin pak, ne vendim pak më të vështirë që se dina na, që tu ka dash me marr, po se ke bu shumë të madhe, s'është bu publike. Çfarë do qoftë ai, qoftë marrëveshje me sponsor, marrëveshje me klube, besa me federata, ke pas diçka që ke pas farë vendime të vështirë. Jo, realisht janë konë do vendime të cilat janë konë interesante, që njerëz ka pasur njerëz marrë në klubit që nuk kanë mujt mi kuptu. Për shembull problemin e fundit kur e kena pas që na është dënu terreni, kur është godit Dardan Berisha në Prizren, unë kom bisedu me Elvirën dhe kom thonë nuk keni nevojë me pas një përjashtim, as një lehtësim. Në çdo palestër që shkojmë, na duhet më vedisu që nuk ka vend për me gjujt, shkrepsë, se me gjujt shishen me ujë. Ajo është një dënim i cili jo veç neve, çdo klub për dëmton shumë. Mas pari për dëmton një marsh e para, e dyta për dëmton edhe financiarisht. Pagujmë dënime mira euro, dënohet terreni lojën tjetër ku ti nuk mundesh me marrë parë për biletave. Qartësa janë ato. Dhe për shkak një vendim që mu më ka shumë zor mi thonë mos i le shikues më ardh, po me shumë gjaftësi nesër e kom thirrë Elvirën dhe kom thonë të lutna merrni vendime në bazë propozicionit garave, bile edhe kemi reaguar shumë mashpër edhe në Facebook. Kjo na ka detyruar edhe me instalu kamerat në sallë. Çdo problem që ka me ndonë, na kena me paraqit organet kompetente. Se po ta dëmton krejt mundin, këtë angazhimin që ti e bën për me organizu një lojë, del një njeri, 2 njerëz, 3 njerëz e prishin këtë. Edhe e prishin krejt që atë organizim. Edhe i dëmtojnë edhe 3.000 njerëz tjerë mësë marrë në sallë. Kjo s'na duhet.
Krahas asaj ju keni pas edhe momente kur jeni në Gjakovë, është godit Bledari, sa e vështirë është ajo mu po edhe prej familjarëve tipo dhe ju si ekip, qysh I përjetoni qëto momente, se për men jem pamje që kur s'kisha dash me I po, sidomos në basketball ku njerëz frymojnë, është salla plot e tani vëshçu qysh po thute dikush me bo me vet. Mas 2 minutave, pse e bone që cana 20 minutë kallëzu? Emocione, euforia imun, njerëz ka njëherë, megjithatë është mirë me kontrollu emocionet dhe me kontrollu vetën. Është mirë, njerëz që e din që nuk bojnë me kontrollu vetën, është mirë me këshillu në televizor. Prej shtëpisë. Po. Transmetimi shumë I mirë. S'ka të keqe kur gjë. Unë respektoj edhe këta, ka njerëz që ma temperament, e këshillu në shtëpi, se domi po është I përgjithshëm, më konë që e pagun fakturën e problemit, çaj person që e bën problemin në rregull është. Për shembull në Gjakovë, që ka faj klubi vllaznimi, pse dikush e gjumë Bledar Gjeçan me shishe. Me shishe. Unë jam konë shumë afër, jam konë 1 metër larg. Do të konë shumë e rëndë për mua me pa. Një njeri mosh mbi 50 vjeç, I cili e kalon familjen në Shkodër dhe vjen këtu, angazhohet në klub për çet basketbollin ton, edhe goditet me një shishe edhe e hub këtë atë jeshine dhe lezetin e lojës. Do ka qenë moment I vështirë. Për mua ka qenë moment I vështirë dhe Dardani kur ka godit Prizren. Po më parasysh lojtarët ta provokojnë, as çka bojnë ajo është puna tyve. Mbrana këtyve 4 vijave në parket, janë gjyqtarët që I vendosin, ti si publik nuk duhesh me suportu ekipën ton. Po jashtë asaj, na njerëz komitetit njëjtë edhe krejt tek e fundit njihemi takohem. Komuniteti I basketbollit është shumë I vogël në Kosovë. Nuk di janë 2000 njerëz ndoshta që merren krejt me basketbollin, të folë me pjesën që merren. Kështu që nuk kemi vend na për mu pas ndasi tash ky bën, ky s'bën, apo kupton? Është gjëna. Nëse mund më ndodh lojtarit ton pej, nëse I ndodh dikujt tjetër Mitrovic. Po janë sene dukuri negative që na duhet me luftu. Edhe besoj që na klubet mund na me luftu më shumë. Më shumë. Ty dënu vet. Domethënë aktorët që I bojnë këto veprime. Në reagimi ju besoj që është shumë më domethënë se gjithçka tjetër. Vërtet. Parandoni me but njëjtën gjë, mos më dal kurkush me reagu, po I bën që na jena okay me çat dhunën që po e shkaktoni ju, po ç'a me bu? E vërtet. Ose janë kompame të mira, për shembull, janë kompame të mira ato që kanë ndodhur në lojën Trepshapeja tash. Gjysmë finale. Nuk ka rëndësi a lum në ekipi që unë udhëheq apo ekipi tjetër, nuk janë pamje të mira. Edhe duhet më vëdësu. Për shembull, është mirë me marrë një shembull, unë nuk pres që tifoz mes vete kanë me pas raportin, qysh na kryesit e kemi mes vete. Na kryesit ju keni pa, nuk kanë prezant me çdo kryesi, na secila kryesi me tjetër. Ju keni raport shumë të mirë me çdo kryesi. Rreza unë I respektoj çdo njeri I cili kontribon edhe investon në basketboll. Se punën që jemi të e bojnë, na e bojnë edhe ata. Edhe ata në Gjakovë, edhe ata në Mitrovic, edhe ata në Prishtinë. Kështu që jemi kolegë, jemi e bëjmë të njëjtën punë. Edhe du të mu respektu. Për shembull në çdo kryesi që vjen Prizren, punën e parë që e bojmë është vinë zyret e na dhe pim kafe. Edhe kjo është një trend tash që po na përcjellën në qytete të tjera, edhe është shumë mirë. E tifoz duhet me pa tash edhe me nuhat edhe këto. Aty me marrë një mësim, unë s'po them me shku mu vllaznu tifoz mes vetes, edhe ata e kanë rregullat e veta. Mirë po me pas një qetësi që gradualisht me fillu edhe me udhthu për shembull tifoz. Aty me pas udhëtime. Patjetër që ai kish dhënë një shi dhe më shumë po në finalin e kupës në Rahovec, atmosfera ke jashtëzakonisht shumë e mirë. Gjyna mos me udhthu. Gjyna është mos. Po ty po krejt këto raste parandoje me pas Trepshën edhe Torciden edhe Arpagjikt me një sallë, me pa tifoz të PS me një sallë bashkë me të Prizrenit e kështu, po është kogja e rrezikshme edhe për klube, edhe për lojtar. Nëse faktura në fund pe paguajnë klubet. Klube, po. Na pe paguajnë, edhe dënimet, edhe zbrazjen e sallës, edhe pe hub lojën. Edhe po të ndikon lojtarësh mos me pas shikus. Edhe ritmi I lojës po ndryshon jashtëzakonisht shumë. Na e pa me dhe vitin e kaluar, edicionin e kaluar me Pejen në gjysmëfinale bashkë me Juve. Po ndron ritmi, pastaj as lojtarët s'pe kanë koncentrimin e njëjtë. Po ndron ritmi I lojës, edhe kur ndron ritmi I lojës tani njëna ekip gjithmonë dëmton veten. Mu që më pëlqen të ju, diçka kështu personalisht është kur e shoh Artanin, Kurtin, Qëndrimin, Bledarin, ata kanë lujt për bashkimin tash kontribojnë në forma ndryshme secili e ka rolin e vet. A është politike e klubit që lojtarët që kanë pas kontributin me vazhdu me majt, me vazhdu kontributin e tyre në format ndryshme? Na e kemi një klub me shumë ish basketbollist. Përveç tyre. Po, ose njerëz që janë kont kyçën bashkim në një formë apo në një tjetër, jo vetëm që kanë luajtur basketboll. Për shembull kemi sekretarin e klubit Artan Kurti, komplet karrierën e ka dedikuar bashkimit, basketbollit. Qëndrim Bira e njëjtë. Bledar Gjeçen e kemi njëjtë.
kontabilistin e klubit e kemi ish basketbolist, apo të administratorin e klubit e kemi ish basketbolist. Unë vetë kom lujt basketbol, deri në gjeneratën e juniorve. Domthonjë jemi mundu dhe prej fillimit e kemi pas target që mu bo një klub me sa ma shumë sportist. Se menimet e tyve, përvojat dhe eksperiencat e tyve gjithmonë neve na kanë ndihmu shumë. Edhe unë më konë interesum prej fillimit krejt ata që kanë dasht me ardhë me kontribu në klub, i kanë pas dyrë qile dhe vazhdojmë një pas edhe sot. Në Prizren nuk ka shumë njerëz që janë marrë me basketbol, po që ata që janë, i kanë dyrë të hapë në klub, marrë me kontribu, ose me punu në çfarë do mënyre që ata e shohin veten që mund me ndihmu klubit. Lidhja jote me bashkimin nuk fillon veç në atë pjesën ku ti luan basketbol e tash je në kryesi, po fillon qysh ma ti. Edhe babi yt ka qenë pjesë e kryesisë shumë ma herët. Qa kujton prej asaj pjesës? Se dhe sot kur e shoh në teren. Fitimin e kupës. Beshe, tash dësh mja ka lu babes, a? Po. A kemi nuk vetit target që shtu mja ka lu babes me kup? Po kryesisht unë mundona me mri që ato që i ka mri babi o mi knaqën. Okej. Po, atë sporti besoj që duhet me kalu për me bo diçka ma shumë. Qysh e ki raporti me ta? Po mnej, qysh është ai tash basketbolën? Në shoh se cilin lojë është i pranishëm, kogja i qit. Po, ai është me shumë gjakshtosi i kësy lojt. Ai është çdo stërvitje prezent. Okej. Jo në lojë po çdo stërvitje është prezent. Realisht pjesë e punës dhe tjetës ti që i ka pas i ka përmbush edhe me një forme hobi vetëm i ka me basketbol edhe e ka shumë me qef, shumë me knasi. Debatojmë teme përditshme, është basketbolli, pajtohemi, mos pajtohemi. Ma shumë pajtoheni a nuk pajtoheni? Po, si gjys. Një farmesi jo, po, një farmesi. Po, unë jam pak tip ma fleksibil, babi është pak tip ma i prem, ma me regula, po tash gjeneratat e reja dhe njerëz kanë ndru. Edhe dush më pajtu që nuk funksionon për shkakun një metode vitit 2004, vitit 2026. Po, këto janë krejt diskutime shumë të lezetshme që na debatojmë, diskutojmë. Unë babi ka qenë kryetari i klubit prej vitit 99 deri në vitin 2006. Nëse s'ka për 2005-2006. Edhe që aty ka fillu lidhja e jonë me klubin. Edhe si familje, edhe si familje e konsiderojmë shumë të shenjtë bashkimin. Edhe krahas këtë punëve tjera që i bojmë Prizren, këtë pjesën e bashkimit e konsiderojmë si një pjesë shumë të rëndësishme të jetës tonë. A ka ndiku prezenca babit ma herët në klub që tash me marë klubin? Po mene, atë ka thunë edhe aj me të shtypa, ka ku ma shumë kështu diçka që ti ke dashtë? Ta shpjegoj, se është interesant. Unë kërë më konë fëmi, dhe më thonë deri në vitin 2006, unë më konë fëmi. Dhe kom lujt basketbolin, qatë kohë babi ka udhëheq klubin. Edhe si çdo fëmijë tjetër ti një farë role model e ki gjithmonë prindin, fillimisht. Edhe gjithmonë kam pas një farë ëndra të mbrëmshme kështu me kyç klub, me udhëheq klubin. Po e kam pas plan realisht plani jam më kyç diku në klub vitin 2025-2026, kështu kam pas një farë plani. Edhe ka arë pak ma herët, babi u kon kundër. Edhe se ka dit një 3 muaj hiç që kom i në klub, si kom të regu. Po e di ke angazhimin, e di ke mundin, kohën që du të me shpenzu. Tani, na jemi pak edhe të gatum që kur ta marrim diçka e marrim shumë seriozisht. Edhe nuk e marrim veç për sy e faqe. Edhe më thëke gjithmonë që të vjen një kohë pak ma vonë, kur ti e ber klubin edhe ki kohë ma shumë. Po u kriju që ashtu një farë situate, me shok, me shta antarë të kryesisë që jemi, hinëm bashkë, ata ma besun që të pozitën e drejtorit që unë më marrë me punë të klubit, edhe që jam pishmon, është për vendime më të mira një që i kam marrë. Që i ke marrë, bashkë ashtë të veta, është që këj vendime jëtë ma imi një që i ke marrë. Po, besoj për vendime më të mira një të është. Krahas asaj ti ke dhe angazhime personale të punës, të përditshme që ke pasë edhe ma herët, apo ndikon që kjo rutina shumë e madhe e basketbollit me tu përfshika pak, edhe njët personale, po dhe njët profesionale. Njët personale s'po mund më përzi se na po vim me këshullojnë krejt. Krejt familja. Po me fëmijë, me gra, me vllazën, me keq, ka kemi, domthon ketë familjar të vinë me këshullojnë. Më spaqim kur më po në sallë takohemi. Po, në aspektin e punës, po, më ka marrë shumë kohë. Më ka marrë shumë energji. Po, fatmirësisht edhe është edhe vllau që e mbulon këtë mungesën teme në punë. Thash se unë nuk jam njeri që unë e bëj shumë me pasion këtë punë edhe me qef, edhe nuk jam njeri që vi veç në lojë. Unë jam me klubin çdo ditë, edhe në ushtrime, edhe në udhëtime, edhe në përgatitje, edhe në mbledhje. Domthoni ka kushtuar një kohë shumë të madhe, por nuk jam pishmon. Mu për veti klubi më jep një kënaqësi shumë të madhe. Kur e shoh sallën plot,
është një... Ku ka ma knatësi? është diçka një emocion që nuk ka shpjegim. A dhe knatësi se e din që e ke dhonë një kontribut sa do të vogël që me ndiku që njerëz më ardhë dhe me përkra klubin, me mush sallën, mu fol për basketbol. Në mund është për vendime më të mira që i ka marrë dhe unë e shjoj çdo ditë që jam basketbol. So, e njëjtë është me kun biznismen, edhe me udhëheq një klub. Atë ka ndodhur ndaj mësim që e ke pas prej ma herët me një musat në klub me marrë ndaj vendim pak ma të mirë, me u kon me pa pak ma gjën, mos me pa ashtu ngusht edhe mos me pa afat shkurt. Një mon, ka shumë senet përbashkëta që në udhëheqjet klubit edhe në udhëheqjet një biznisit, po ka edhe shumë senet që ndryshojnë shumë. E këto nuk mund është me pa deri në momentin që kyçesh vetë. Do në momentin që i jashtë, edhe unë kryem kon jashtë klubit, kom komentu jo shumë rrjetet sociale, po me shok kemi diskutu pse s'me bën klubi qëto, pse s'me bën ato, është shumë letë me fol për jashtë. Shumë letë me shkru, është shumë ndryshe me konë mrena, ballafaqohesh çdo ditë me situatat paprituna, me problemet natyrës ndryshme, që ti dush me menaxhu, që kur del në parket, klubi mos më konë gjithçka në rregull. Na njëna prej sene më interesante që po të më thonë mbledhjen e parë të kryesisë kur kemi hyrë në klub, me këtë pjesën e stafit, administratës, komplet njerëz që janë në klub, ju kemi thonë edhe atëherë që na 9 veta që jemi në klub, 9 persona, antar kryesisë, 9 jemi me biznise private. Dhe kemi thonë çat filozofin edhe mentalitetin e bizniseve tona, po dojmë instalu klub në aspektin financiar, kjo vlen. Do të thonë që më kon rregull me pagesa, me bo planifikimet sakta, mos me dal jashtë buxhetit, mos me bo shpenzime të panevojshme. Mirë që e njeh një këtë pjesën financiare, se ndihmon shumë klub. Po neve për shembull sezonën e kaluar në komplet sezonën shpenzimet hyrat këtë nuk na ka lujt as 3%. Do mund blerën totale. Që është shumë e rëndësishme. Po, shumë e rëndësishme. Edhe është pasqyrë shumë e qartë një përkushtimi që parando për e këtë edicionit 3% me kohë ndallime është. 3% po dhe thash këtë pjesën e aspektit financiar na mundu me instalu këtë pjesën e bizneseve që funksionojnë këtë botën normalisht. Ndërsa në pjesën tash kur kjo interpretohet në basketbol është pak më ndrysh. Çka po dalon? Po në biznes për shembull e blen një produkt i cili ka një çmim të caktuar dhe varësisht për çmimit blerës ti e din pak a shumë çfarë produkti merr. Basketbol nuk është e njëjtë. Po thuaj që lojtarët nuk po dalin, a? Po mund me dal, mund mos me dal. Po mund të marr një lojtar që pritshmëritë i ki shumë të vogla dhe mund më bë një lojtar shumë yll. Po mund të marr një lojtar që i ki pritshmëri shumë të mëdha, po nuk del ashtu si përshtatet liga, si përshtatet trajneri, si përshtatet ambienti. Domthonë nuk është bash e njëjtë si biznes. Ka këtë pjesën e basketbollit ndryshon shumë. Që të po dallon, çka do të me prit tifoz sportdashësit e Prizrenit prej bashkimit edicionin e ardhshëm? Ka me qenë që ky fokus, që ky përkushtim? Na puna ka më vazhdu, çat ditë që të kryet play-offi. Do mund thash kryesisht 10 ditë deri në 2 javë pushojmë. Mos sa ne jemi një pjesë e njerëzve aty në qëndrimi, Elbesari, Liridoni, Albini, Artani, këta që punojnë vazhdimisht dhe fillojmë me organizimin e klubit për sezonën e ardhshme, që realisht na në fund mes të korrikut sezonën ekipën kryesisht me pas të kompletuar. Se si vjet, domthonë kemi më marr pjesë prapë në garat evropiane. Kështu që domosdoshmërisht na duhet me fillu përgatitjet më herët, e për me fillu përgatitjet më herët duhet si të kryet sezoni me fillu me punu një herë se. A ka diçka që e keni definitive, kush ka me nejt, kush ka mu largu? Jo, momentalisht nuk kemi diçka definitive. Lojtarët vendor lejsoni është edhe për 2 vite me kontratë. Domthonë 2 vitet e ardhshme. Po. Valoni është edhe për vitin e ardhshëm me kontratë. Diçka tjetër me këta tjerë nuk kemi momentalisht. I kemi lënë mos më hahu fokusin tash gjatë lojëve të play-offit, e kemi lënë mas të kryet play-offi, më ulmi diskutu, me këshyr targetet, çka po bëjmë, kush ka me ardh, kush ka me shku. Krejtojnë do sene që diskutohen mbas thash dikon rreth 10 ditë 2 javë masi të kryet sezoni. Masi të kryet sezoni. A përmendet që nën shok jeni kon kryesi, secili me bizneset e tyre private, po sa vështirë është me gjetë sponzor të tjerë. Se po besoj ju keni nevojë edhe për sponzor të tjerë. Sa e vështirë është ajo me negociu me ta, mi tregu që ju çdo herë ka sukses, po ju duhet më na përkro, çu shohin ata basketbollin. Se ju secilin biznes ka njerëz që e njohin sportin, e kanë njerëz është vështirë mi kallëzu. Për çka janë ka japin parë. Unë kur e nisa emisionin fillim me ceka si një pjesë pa cilën në vesh pa ta s'bojmë heq, pa krejt neve tjerëve bën. S'jam unë, vjen dikush tjetër, klubi ka me vazhdu që 80 vjet u kon ka me vazhdu prap, pa sponsora s'buhet. Dhe
realisht sponsorët në qytetin e Prizrenit, se 90% të sponsorëve që janë lokal, qytetit Prizrenit, na kanë prit për fillimit shumë mirë. Kena pas mbështetje të vazhdueshme, kena pas edhe ndihma, edhe jashta se nuk mundet më bëvesh me ligj sponsorizimit. Se unë shoh që aty diskutohet shumë kjo pjesa e ligjit sponsorizimit, na si kryesi për shembull dikun 65 deri në 70% buxhetit e bojmë na. Vetë. Kryesia. Edhe na kemi qitë një rregull në fillim që pa i vendos na mjetet tona në llogarinë, na nuk dalim me lyparet asnjë firmë. Nëse për mua është e palogjikshme non njerëz biznesit me udhëheq një klub dhe me dalë me lyparet e dikush tjetër. Dhe më fillimisht na e plotësojmë pjesën e buxhetit vet. Edhe pjesa që na mbetet, masanej vazhdojmë me kërku të sponsorat të biznesit që janë në Prizren, për cilët jam falëndërues shumë, na kanë përcjell, na kanë përkrah. E kuptoj që tash dikush prej tyre na herë mundet të mu dashuru, na herë mundet mu bë nervoz. Kjo është pjesë e sportit. Unë besoj që kërkush më shumë se na që punojmë që aty s'ka qef me fitu. S'ka qef, normalisht. Mund me pas dikush qef sa na, mund me pas ma pak se na, po ma shumë s'mund me pas. Mund me pas qefin sa na. Edhe na jemi të punu çdo ditë për me mri që ato. Targetat tona, na kemi nëshu kontrata edhe për sezonën tjetër me sponsor. Edhe krejt bisedat janë qenë pozitive, na kanë përkrah, na kanë suportu. Edhe ju kemi tregu që targeti dhe golli jonë për vitin tjetër ka më qenë i njëjtë. Me luftu për fitimin e trofeve, sa kena me dalë, ta shohim. Po megjithatë kam pas mirë kuptim. Jemi shumë falëndërues. A kanë farë kërkesa çuditshme sponsorat, 20 vende VIP aty lypje? Ja, me mujt na me bë krejt sallën si sponsorat ishin kon shumë rahat. Apo? Prekaj ti kërkesat mas shumte që kështu me vende, se po më duket problemi më të madh e kemi me çatu ulset poshtë. Unë kam hek dorë, nuk po merrna me këtë punë, jam munu shumë, nuk besoj që nuk po muj. I kam thonë bëni çka doni, veç mos më ngarkoni me shit pjesë shumë e mundimshme. E di. Njëra pe këtyre rregullave që folëm që na i kena vendosur në kryesi, çdo antar i kryesisë për çdo familjar të vetin blen bilet. Pe ditës së parë. Okej. Domethënë për çdo familjar tim e blej bilet. Edhe për babën tim që është çdo lojë aty, çdo lojë blej biletën. Domethënë ju krejt ajo familja ka bosh që rrini në të njëjtin box, ashtu me qujt. Nuk ka shans asnjëri me i pa bilet. E tani shkruajnë ty njerëz me thonë bëma një vend. Edhe nuk është problemi, rreza aty ç'është. Unë janë do kërkesa që janë të pakuptimta. Për shembull janë do fenomene që ndodhin që nuk kanë shpjegim. Na i kemi rreth afër 500 ulse VIP. Besoj që unë nuk di që kemi shit në herë për 50 bileta. Mirë po VIP janë gjithë full. Gjithë full është. Qysh hin, ka hin, tek hin, unë nuk thash, unë nuk kam vjek dorë, nuk po më marr me këtë punë. Dvin njerëz 2 minuta pa nis loja, se kom venin, po na qesin pozita shumë pa lakmueshme. Tash na kemi një sponsor i cili jep 10 ose 100.000 euro për një sezon, edhe ka ulset e garantuara dhe vjen dikush edhe ulet në vend ti. Sikur zhohiq. Domethënë kjo po na penalizon edhe financiarisht shumë. Dhe po na bën realisht problem. Prandaj mi pas shiti 500 ulse VIP. Një pjesë ka gjatë mirë të buxhetit e kishe garantu me shitjen e ulsave. Po, sinqerisht, kjo është fenomen në krejt qytetet. Unë po tregoj shumë sinqerisht se unë lexoj shpesh edhe komente, sidomos me borën, tash janë kënë shumë minë, jo e kanë shu lojën për me marr parë për biletave. Domethënë na lojt me borën, në çdo lojë me borën e kena përfunduar me dikun 1300 deri 1700 euro minus. Domethënë për shkak të shpenzimeve, se na kemi njerëz, kemi sigurimin, policin. Tavolina zyrtare, këtë që paguar. Dhe domethënë çdo lojë me borën na kemi pas prej 1300 deri 1700 euro minus. Në ata komentojshin ja keni lëshu lojën. Edhe lexon komentin që e ke lëshu lojën për me marr parë për biletave. Komplet në total, si vjet e kemi marr 40.000 euro për biletave. Domethënë që është shifër shumë e vogël. Krahas shpenzimeve që i keni. Unë nuk pres biletat neve me na hek shpenzimet. Mirë po unë e pres që nëse janë 2000 njerëz në sallë, na shesim një bilet 4 euro, do të më konë 8.000 euro të hyra për klubin. Po që në t'jon për gjysa, në gjysa për një paparën e t'jon 4.000, po ju më konë 1.000. 1.000. Po të thash 40.000 euro janë këtë hyrat e këtë biletave për këtë sezon. Këtë vitin. Po, për mja u shu kur rejshtë njerëzve se e shoh që shumë për s'pull për biletat. Kështë as borë nuk e keni shumë e fitu bileta. Unë ty që edhe aktiv kështu me komente, ka njëherë ja u këthen komente? Ka njëherë, i këthen kryesisht njerëz që ngja. Një fanele këthejve që kanë... E kemi një tifos shumë të mirë aty në mes, që në me është si identiteti mesit aty, për mas tavolinës zyrtare. A ke dhënë fanelën? Po, ja kom dhënë fanelën. Lexova një ditë në koment, edhe ju përgjigja, thash kom ta dhënë fanelën unë. Dhe nuk debatojnë, nuk hin polemika me tifos, edhe unë i kuptoj.
nervozohen, dëshpërohen, edhe ata nuk kanë fajë. Ne po presim me fitu një trofe, thash pritshmëritë janë kryer shumë të mëdha. Besoj që edhe na s'po dim edhe çka me bëu më shumë, kupton. Ndoshta ka njerëz që dinë me bëu më shumë se na. Unë mendoj që është çështje kohe. Unë mendoj që është çështje kohe, edhe çashtu që po thuhet ti. Ju jeni të hapur për secili njeri. Me kon këshillosh kështu për basketboll kur ke nevojë me marr këshilla, thu e kam qet njeri, po shkoj po këshillona çfarë po mendon ai. Varet kur jam nervoz apo kur jam i qetë. Për shembull, kam njerëz të ndam. Ai kur je nervoz me komfort. Për shembull, kur vjen më qetësu, kryesisht konsultona me Artani. Me Artan Kurti. Ai është shumë i qetë. Ai është shumë gjaftoftë. As nuk gëzohet, as nuk e dhënohet. Si me fitu 20 pikë, si me up 20 pikë, Artani të tyra si ndronë. E kur je nervoz me kon fol? Kur jam nervoz folim me Artani, se jam qetëson, ai ka ide më të qeta. Kur jam pak kur mund në eufori ose diçka, kryesisht konsultona me kryesin, kryesisht konsultona me kryetarin e klubit Astriti, edhe është kryesisht ma për tokë, gjithmonë adim nal, mos me bon ai gabim në vendim çuditshëm, po pjesën më të madhe dhe kohën më të madhe në klub e kaloj me qëndrimin. Me qëndrim bira. Me qëndrimin, po. Çka e bën një drejtor të mirë, të suksesshëm? Sipas teje. Sipas meja, po sipas njerëzve këtu tash. Sipas njerëzve veç me fitu një kupë je i suksesshëm. Po s'është, për atë që nuk matet suksesi me çat kupë. Po mvaret, thash, për mua është shumë e rëndësishme targetet dhe planifikimet që na i kemi pas, krejt i kemi realizu. Përveç fitimit trofeut, do më ketë të tjera të realizu. Për mu një drejtor të suksesshëm për shembull ose kur unë e kisha lënë klubin më njëherë, momentin e parë që fillojnë problemet me pagesa ose me financa, domthonë aty vjen për mua më nuk ka. Se nuk e shoh të arsyeshme, nuk mund të thonë se kom ditë për një shpenzim, kupton. Në 7 orë dim deri në maj çka kemi me harxhu. Kjo mund më të lëviz 10% plus minus, nuk mund më të lëviz përgjys. Dhe kjo është diçka që është domthonë që është si rregull që nuk guxon më thuj asnjëherë në klubin e Bashkimit, pagat jepen me datën 20, data 21 nuk ka ndodhur alo. Domthonë që 2 vjet e gjys alo nuk ka ndodhur data 21 me ndodh. Edhe këto shpenzime tjera që janë caktuar me çrajat e rrymat e këto, si vjetë kena një shpenzim shtesë këto mjekimet. Spitale kemi pagu shumë rezonanca këto. Që të kam një vit shpenzim shtesë, po që to se kam para pa. E mendoj që një drejtor të suksesshëm e bën fund vitit ulesh edhe e sheh veten ku je ku si je, edhe me sukses, edhe me pjesën e imazhit të klubit. Për shembull na çka kemi bo si vjet lojë që kemi bën në Evropë, për mua nuk ka fitore në Kosovë që mund më dhon emocionin e fitores në Dijon. Domthonë nuk ka asnjë. Me vendos shtetin e Kosovës, qytetin e Prizrenit në çato harta është më shumë se sukses, për ata po thonë një kup prap nuk ta kesh dhënë çat klasi. Me thon drejtën, unë e kam pasur të pamundshme. Edhe jam shumë falendërues për trajnerit edhe këtë djem që kanë dhënë kontribut me fitu, kanë ndjen fantastike me shku edhe komplet salla me francez, njerëz që për Bashkimin s'kan një kurrë në jetë, gjysa për ty vës për Kosovën. Domethënë shumë me dar trokit ose u kon shumë moment krenarie kur kemi kalu ka zhveshtoria e klubit Dijonit për me shku në zhveshtoret tona, domethënë u kon luftë në zhveshtoret tyme. U kon e papranueshme me hupin e ekipit si na. Më thash, të pjesa e Evropës për shkak është pjesa që mund ka bë muni mas miri. Figura më e respektuar me basketbollit kosovare. Jemi ka fundi dhe po t'i bëj disa pyetje veç mi plotsu shpejt përgjigjja e parë që vjen në vend. Ka shumë. Njëra ndër to? Ka shumë. Si që ka shumë. Po, ta varet në cilin aspekt e marrin. Për shkak për mua në Prizren figura më e madhe e basketbollit është Dervishagaj, Indiri. Shamë Dervishagaj unë kom pas fatin me pas si trener, kur jam registruar në shkollë basketbollit, dhe Dervishagaj na ka mësuar në Prizren çka është basketbolli, ose ç'është dush me dash basketbolli. Te pjesa e lojtarëve, Dardan Berisha, Adrian Herizian, padyshim dy basketbollistë më të mirë që i ka pas Kosova në herë. Domethënë për mua të dytë janë të nuk më bë dallim cili më shumë ose cili më pak. Unë ala knosh aty pa të lut, edhe pse luajm për ekipet që janë të rival ton. Dhe pjesa tjetër ka shumë, s'po du me i në hak tash dikujt se ka shumë, me të vërtet ka shumë. Ta mangë si përgjigje politike, edhe që mësë me të keq me kërkone. Ka shumë, edhe më thonë çdo sferë ka një mund është me bua, po kështu me davesh një njeri veç dy njerëz është problem. Së fundit kom pa shumë aktive në për podcast, ma mirë të natë ulpiona. Të dyja të mirë shumë. Jo që si përgjigje ku shtrim të dyja që mirë se ne komunikuare shumë shoqe, na e njohim krejt, po. Që po ta shpjegoj tash, unë kryesisht nuk jam njeri që kom qef me dalë në media.
që kam një... Edhe kur kemi fol. E kam një lloj cikletit. Ma ke po, jam po në 2 podcasta që s'kom mujt as ty me tonë jo, për shkak të respektit. Na punojmë që 3 vjet gati bashkë, domethënë në përlojë, në organizime, edhe lojë të Evropës që jeni kon edhe ti, edhe Artina, edhe Fatoni, edhe Elvira, jeni kon prezente, na keni mu jashtëzakonisht shumë pas një lloj interesi, veç ndihmë vullnetare. Edhe s'kam mujt me tonë jo, Ulpianës, unë jam 04 lokalist, nuk kam mujt edhe asaj me thonë jo. Edhe ka pak më shpejt se që u konë planifikuar realisht, po çashtu ndodhi edhe po mirë, kalova shumë mirë të dyja. Të dyja. Okej, edhe përshëndesim shumë Ulpianën. Edhe ne për fund një mesazh për komunitetin e basketbollit. Pse duhet me qëndru me basketbollin? Po, thashë edhe më herët, komuniteti i basketbollit në Kosovë nuk është shumë i madh. Shan komuniteti i futbollit në Kosovë është shumë i madh, edhe në shtete tjera, po edhe në Kosovë. Edhe këta njerëz që jemi pak, besoj që duhemi me u munu, me organizu, edhe me rrit nivelin alo më shumë. Realisht klubet, në përgjithësi klubet e Superligës Kosovë kanë mri nivelet profesionalizmit të mëdhaja. Kemi nevojë për infrastrukturë, realisht qëndrojmë keq. Niveli klubeve në aspektin profesional o rrit shumë, ndërsa kjo pjesë e infrastrukturës nuk ka mujt me bo follow, kemi pak mungesë të kjo. Mendoj që këta njerëz që jemi në basketbol duhet me vazhdu me nejt, mirë po duhet me ftu edhe njerëz tjerë, duhet me hap dyra edhe për njerëz tjerë. Na shpesh kur diskutojmë edhe në Prizren, mas na e humbjes ose mas diçka, na gjithë na jemi të hapur, edhe për kryesi, edhe për drejtor, edhe çfarë do pozite që dikush që e di mundet me ndihmu në klub, mirë se vjen. Mirë po këto punë kryejmë pa pagesë. Na s'marrin paga. Duhet me ditë, kupton? Duhet marrë me kry kontributin e vet në mënyrë vullnetare. Vullnetare. Unë s'muj me shku kërkujt me thon hajde ti, ose vullnetin Trepç, ose idealin Gjakov, ose Egzomburrin Pe, mirë po ata që doin mu afru, dera klubit është gjithë hapne. Klubet janë OEQ, janë të qytetit, asnjëra nuk është private. Private, po. Kështu që e kanë derën qelë, mendoj që duhet me vazhdu. Federata është e bo një punë shumë të mirë, është ranimu shumë, na ka përcjell vazhdimisht në krejt problemet edhe punë sfidat që i kena pas. Edhe besoj që basketbolli ka me shku vështu rrit. Basketbolli më mrapa nuk shkon, kjo është e sigurt. Kjo është shumë e rëndësishme. Vështu bo progres. Kushtrim çdo herë kënaqësi me bashkëbisedu me ty. Faleminderit shumë për kohën. E di që këtë periudhë është shumë i angazhuar, po prapë ke gjithë kohë më ardh. Falenderoj shumë. Faleminderit për te, ke shumë kënaqësi me bisedu bashkë dhe inshallah herën tjetër shihem me një kupë mes. Ta shohim. Një premtim për tifozët këtu për edicionin e ardhshëm. Jo, në një formë me premtu se më kapën tani për fjalë, unë vetëm me premtu që bashkimi ka më kon me gjas, besoj shumë që ka më kon ekip më i mirë se këtë vit. Mos jemi të punuar shumë seriozisht. Puna jon ka filluar para 3 muaje për sezonën tjetër. Domethënë, po tash për shkak të rrethonave dhe të jemi në mes play-offit nuk më takon, nuk ka hije me publiku ose me diskutu, mirë po i premtoj që bashkimi ka më kon shumë i fuqishëm edhe vitin tjetër. Edhe këto 2 vitet e kaluara kanë qenë shumë të mira, po besoj që viti tjetër do të jetë e treta e vërteta. Për një vështirësi me pas klube të fuqishëm në Federatën e Basketbollit si kjo arrit basketbollin. Faleminderit shumë edhe një herë. Kaq nga kjo epizod në rrjet, kurse ne shihemi edicionin e ardhshëm deri atëherë, ju rrini në rrjet.